Për shkallëzimi i konfliktit Tajland-Kambodgja, Tajlanda vendosi shtetërtim pas intensifikimit të luftimeve me Kambodgjan, një sulm me raketa shkaktoi viktimën e parë civile duke rritur shqetësimin për sigurinë në zonat kufitare. Përpjekjet ndërkombëtare për anëpushim ende nuk kanë sjellë ndarjen e armiqësive. Tajlanda shpalli të dielën shtetërtim në provincën juglindore Trat pas përshkallëzimit të luftimeve me Kambodgja në zonat bregdetare të një rajoni kufitar të kontestuar. Vendimi erdhi pavarësisht deklaratave të fundit që palët kishin rënë dakord për ndalimin e zjarrit me ndërmjetësimin e presidentit të Shtetit të Bashkuar Donald Trump. Autoritetet tajlandeze konfirmuan se një sulm me raketa nga ana e Kambodgjas vrau një civil 63 vjeçar duke shënuar viktimën e parë civile të raportuar drejt për drejt nga përleshjet e javës së fundit. Luftimet në shkallë të gjerë vazhduan përgjatë kufirit 817 kilometra të dy vendeve të nxitura fillimisht nga një incident në 7 dhjetor ku plagosën 2 ushtar tajlandez. Konflikti lidhet me mosmarrëveshjet të hershme territoriale, përfshirë zona që përmbajnë tempo historik. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 2 persona janë vrarë e mbi 1,5 milioni banor janë zhvendosur në të dyja anët e kufirit. Qeveria e Tajlandës deklaroi se mbetet e hapur për zgjedhje diplomatike, por theksoi se çdo negociat kërkon ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive nga Kambodgja. Ndërkohë ushtria tajvaneze njoftoi për operacione ushtarake kundër infrastrukturës së sipas saj përdoret për furnizim me armë të rënë, ndërsa Kambodgja akuzoi Tajlandën për sulme ndaj objekteve civile. Përpjekjet ndërkombëtare për anëpushim të promovuara nga Shtetet e Bashkuara dhe të mbështetura nga Malajzia nuk kanë arritur ende ta ndalin dhunën. Presidenti Trump ka bërë thirrje që palët të respektojnë angazhimet e marra dhe ka paralajmëruar përgjegjësi për shkeljet. Megjithatë, deklaratat kontradiktore nga udhëheqësit e Tajlandës dhe Kambodgjës, si dhe përplasjet e vazhdueshme në terren tregojnë se situata mbetet e paqëndrueshme.